Vërlezërit prekajnë në kërkim për milionat e call-centerëve. Kush i paralajmëroi dhe kush i mbron? Arjan, Agim dhe Alfred Prekaj, tre vëllezër nga Tropoja, janë shpallur në kërkim si të dyshuar për organizimin e një rjeti të fuqishëm call-centerash, ndërsa Byroja Kombëtare e Hetimit (BAKR) dhe Policia e Shtetit kanë kryer kontrollën në të paktën 28 ambiente në kuadër të një hetimi të gjerë penal. Ndërhyrja e hetuesve më 16 janar nuk ishte as pak e papritur për personat në hetim. Të dhënat paraprake tregojnë se organizatorët kishin ngritur një strukturë sigurie të sofistikuar, persona të pozicionuar jashtë godinave, disa perimetra vëzhgimi dhe kontrolli vazhdueshëm i çdo lëvizje përreth. Aktualisht po kryen verifikime të veçanta edhe për këta individ, të dyshuar si pjesë e mekanizmit mbrojtës të aktivitetit kriminal. Sipas raportimeve të mediave shqiptare, nuk ka pasur rrjedhë informacioni nga BAKR apo institucione të tjera. Përkundrazi, po të kishte pasur një paralajmërim zyrtar, personat në hetim do të kishin marrë masa shumë të thella dhe nuk do ta kishin vazhduar aktivitetin në mënyrë kaq të ekspozuar. Gjithashtu është e pamundur që largimi të shpallurve në kërkim të kenë ndodhur vetëm disa orë para ndërhyrjes, pasi BAKR ka kryer verifikime të vazhdueshme që nga momenti i regjistrimit të procedimit penal. Raporte nga tereni flasin për persona që qëndronin vazhdimisht jashtë ambienteve të call-centerëve gjatë gjithë periudhës së vëzhgimit nga hetuesit. Një element domethënës është fakti se vëllezërit Prekaj më parë kishin pasur një call-center shumë pranë SPAK, në zonën e Momus, çka forcon dyshimet se ata mund të kenë qenë të vetëdijshëm për praninë e hetuesve jo për shkak të ndonjë rrjedhjeje, por për shkak të afërsisë dhe ekspozimit të vazhdueshëm. Sipas të dhënave hetimore, Alfred Prekaj rezulton pronar i disa kompanive call-center, përfshirë Balkanspro, e regjistruar në vitin 2021. Dyshimet janë se xhiroja financiare e këtij aktiviteti arri në 10-12 milion euro në muaj, shifra që ngre çështjen në nivel kriminal dhe financiar shumë serioz. Hetimi u nxit edhe nga një investigim i emisionit italian Lejene. Megjithatë, pavarësisht përmasave të aferës dhe shumave marramendse të përfolura, reagimi i opozitës shqiptare ka qenë pothuajse inekzistent. Në mënyrë të pazakontë, Sali Berisha, i njohur për përmendjen publike të çdo rasti që lidhet me qeverinë apo drejtësinë, nuk ka thënë asnjë fjalë për vëllezërit Prekaj, duke anashkaluar krejt operacionin. Ky heshtje bëhet edhe më domethënëse për shkak të lidhjeve të përfolura financiare mes vëllezërve Prekaj dhe ish drejtuesve të lartë të policisë së shtetit, sot të rreshtuar politikisht pranë Berishës. Persona pranë tij janë përpjekur ta relativizojnë çështjen, duke deklaruar se vëllezërit Prekaj janë thjesht punonjës dhe se pronarët e vërtet të call-centerave ende nuk janë zbuluar. Por kjo tezë bie vetvetiu, kur punonjësit rezultojnë të qarkullojnë me Ferrari, të zotërojnë mijëra metra katror në kullat më të shtrenjta të Tiranës dhe kur flitet për xhiro mujore 10 milion euro. Dhe këtu lind pyetja thelbësore, që askush nuk po guxon ta bëjë zëshëm. Kush i paralajmëroi? Si është mundur që u larguan? Kush nga brenda sistemit të drejtësisë apo institucioneve shtetërore bashkëpunon me këto grupe kriminale? Në këtë realitet, po bëhet gjithnjë me dukshme një lloj amnistie politike që opozita dhe vetë Sali Berisha duket se po ua ofrojnë vëllezërve Prekaj, një amnistie heshtur e bazuar te interesa financiare dhe aleanca të padukshme, por të prekshme. Në një vend ku parat, pushteti dhe heshtja ecin krah për krah, këto pyetje nuk janë thjesht legjitime. Janë thelbësore për të kuptuar nëse drejtësia po lufton krimin, apo nëse dikush nga brenda po e mbron atë.